Ekipi i Mundjes Kuksi në ndërtimin e trajnerit Artur Ismaile ka arritur fitoren në kampionatin kombëtar të Mundjes Greko-Romake, duke arritur rezultate të jashtëzakonshme në disa kategori moshe. Sportistët kuksian kanë siguruar 7 vendet e para dhe 4 vendet e dyta, duke e renditur ekipin kampion kombëtar në kategorinë U12. Edhe më të vegjël të kategorisë U9 kanë treguar nivel të lartë gare, duke u renditur në vendin e tretë ekipor. Në kategorinë U20, pavarësisht se shumica e sportistëve janë vetëm 5 deri në 16 vjeç, ekipi ka arritur të sigurojë një vend të dytë dhe 2 vende të treta, duke dëshmuar se Kuksi po rrit një brezëri të talentuar në këtë sport. Është në kampionatin kombëtar të U9 dhe U12, ka arritur një rezultat të shkëlqyer në grupin e U9 dhe U12. Kampionat, duke arritur në renditjen ekipore në vendin e tretë në U9 dhe vendin e parë në U12. Ja, shpresojmë që ta sportistët ta kanë zgjuar një shpirtë të ardhur, të shpresojmë që ta të rritën në sportin e sukses dhe falenderoj gjithë sportashët. Ekipi Kuksi është shndruar në një nga qendrat më të forta të mundjes shqiptare, duke përfaqësuar me dinjitet qytetin Verilandor në arenën kombëtare.